تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, e gjithë lavdia I takon vetëm Allahut, ata e lavdërojmë dhe I shprehim lavdi, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu s'ka kush e devion dhe kë e devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për ta, për familjen e Tij dhe të gjithë shokët e Tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, Ti je I lartësuar dhe I pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë posa asaj që na ke mësuar Ti, në të vërtetë Ti je I gjithdituri, I urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vazhdojmë me leximin dhe shpjegimin e librit Ad-Durusul Muhimme li Ammatil Umme, mësime të rëndësishme për masat e përgjithshme të ummetit. Dhe vazhdojmë në mësimin e dytë të këtyre mësimeve, që është kuptimi I shahadetit dhe shtyllat e Islamit. Do të thonë është mësimi I dytë për shtyllat e Islamit. Dhe filluam me shtyllën e parë, që është dëshmia se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam. Folëm për pjesën e parë të shahadetit, për fjalën la ilaha illallah, kuptimin e saj dhe kushtet për vlefshmërinë e saj. Dhe në vazhdim autori rahimahullah përmend pjesën e dytë të shahadetit dhe ka thonë ma'a bayani shahadati anna Muhammadar Rasulullah wa muqtadaha tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa an la yu'bada Allahu illa bima shara'ahu Allahu azza wa jalla wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë vazhdon me sqarimin e dëshmisë se Muhamedi është I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe qëllimi ose ajo që kërkon ky shahadet, kjo dëshmi, është besimi në atë që ai ka lajmëruar, bindja ndaj Tij në atë që ka urdhëruar, largimi prej asaj që ai ka ndaluar dhe mos adhurohet Allahu asesi përveç se sipas asaj që e ka bërë të ligjshme Allahu I lartësuar dhe I dërguari I Tij sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë kjo pjesë lidhet me dëshminë se do të thonë dëshmi që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është I dërguari I Allahut. Dhe kjo dëshmi është gjithmonë bashkë me dëshminë se Allahu është I adhuruar I vetmi I adhuruar me merit dhe nuk meriton të adhurohet askush përveç Tij. Edhe pa dyshim se ky është nderim për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që dëshmia për veçimin e Allahut me adhurim shkon gjithmonë bashkë me dëshminë për pejgamberllokun e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Do thotë dhe nuk pranohet pjesa e parë, pra nuk pranohet la ilaha illallah pa Muhammadur Rasulullah. Do thënë pa dëshmuar se Muhamedi është I dërguari I Allahut, nuk pranohet dëshmia se Allahu është I adhuruar I vetëm me merit. Dhe kjo dëshmi gjithashtu ka kuptim. Pra kur themi nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut, e shpjeguam kuptimin e saj. Edhe kur themi Muhamedi është I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam, kjo ka kuptim edhe kërkon diçka. Pra kur e thot njeriu, duhet të plotësoj diçka. Dhe ky kuptim ose kjo që kërkohet
nga kjo dëshmi është që njeriu të besojë në çdo gjë që ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë çdo gjë që ka lajmëruar për Allahun, për emrat e Allahut, për cilësitë e Allahut dhe çdo gjë që ka të bëjë me çështjet e ghaibit, për besimin në melaiket, në pejgamberët e mëparshëm, do të thonë në librat, në ditën e gjykimit, në xhenetin, xhehenemin, për jetën e varrit, e kështu me radhë, çdo gjë që ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe për popujt e kaluar, edhe për ndodhitë e ardhshme që do të ndodhin pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, besimi në atë që ai ka treguar, ose besimi në atë që ai ka lajmëruar. Dhe gjithashtu dëshmia se Muhamedi është i dërguari i Allahut nuk plotësohet pa bindje ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra nuk është dëshmia, gjithashtu edhe kjo dëshmi nuk është vetëm fjalë që thuhet. Vetëm thot dikush, unë besoj se Muhamedi është pejgamber sallallahu alaihi wasallam. Edhe nuk përfundon me kaq, do të thonë duhet që njeriu të jetë i bindur ndaj tij, të zbatojë urdhrat e tij dhe të largohet prej asaj që ka ndaluar ai. Si ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, "Wama arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idhnillah." Do të thonë secilin të dërguar që e kemi dërguar, ka qenë që njerëzit t'i binden atij me lejen e Allahut. Do thotë kjo dëshmi kërkon patjetër që njeriu të ecë sipas urdhrave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të largohet nga ajo që ka ndaluar ai. Pra si ka thënë autori rahimahullah, si e lexuam, thotë muqtadaha, thotë ajo që kërkon kjo dëshmi është të besohet në atë që ka lajmëruar, të bindet njeriu atij në atë që ka urdhëruar, të largohet nga ajo që ka ndaluar dhe mos e adhuroj Allahun në asnjë mënyrë tjetër përveç se sipas asaj që e ka bërë të ligjshme Allahu dhe sipas rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj dëshmia se Muhamedi është i dërguari i Allahut është veçim i ndjekjes. Pra sigur disa preditorëve shprehin ashtu, do të thënë siç e përfshin fjala la ilaha illallah, tauhidin në adhurim. Do të thënë veçimin e Allahut me adhurim. Muhammedur Rasulullah është tauhid në ndjekje, në rrugë. Do thotë që mos se ndjek njeriu askënd në mënyrë të plotë dhe të pavarur përveç pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe pastaj e ndjek atë që është në përputhje me fjalët dhe me veprat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe me këto të dyja, do të thënë zbatohet feja. Do thotë tauhid në adhurim dhe pasim në, do të thënë, në rrugë. Pra me këto të dyja feja është e plotësuar. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka disa veçori me të cilat është veçuar nga të gjithë njerëzit në përgjithësi dhe ka veçori që është i veçuar nga të gjithë pejgamberët të tjerë. Dhe edhe ka gjithashtu hak, do të thënë që e ka obligim umeti i tij. Do të thënë ka disa çështje që veçohet nga pejgamberët të tjerë edhe nga njerëzit në përgjithësi në çështjet e dunjas, edhe në gjendjet e ahiretit ka të veçanta për të. Dhe ka çështje që janë obligim për muslimanët që ti përmbushin ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një prej atyre obligimeve është që ti besojnë se ai është i dërguari i Allahut. Tjetra është se besojnë që pejgamberllëku i tij është i përgjithshëm për gjithë njerëzimin, edhe për të dy krijesat, do të thënë që janë të obliguara me obligime, që janë njerëzit dhe xhindët. Për të gjithë ata është i dërguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu duhet të besohet se atë e ka bërë Allahu subhanahu wa ta'ala vullën e pejgamberëve dhe nuk ka pejgamber pas tij. Ai është pejgamberi i fundit dhe përfundimi i pejgamberllëkut, i dërgimit të pejgamberëve. Po ashtu besojmë se ai sallallahu alaihi wasallam e ka çuar në vend amanetin,
e ka kumtuar mesazhin që e ka dërguar Allahu dhe me të Allahu e ka plotësuar fenë. Dhe nuk ka vdekur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa u plotësuar feja. Ose vdekja i ka ardhur pas përfundimit të misionit dhe pas plotësimit të fesë, pas asaj që ka thënë Allahu i lartësuar: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Do të thonë sot ju plotësova fenë, e përmbusha dhuntin time ndaj jush dhe jam i kënaqur që Islami të jetë feja juaj, ose jam i kënaqur për ju me Islamin si fe. Gjithashtu në fenë e muslimanëve edhe në besimin e muslimanit dihet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i mbrojtur nga gabimi. Do të thonë është i mbrojtur nga gabimi në përcjelljen e mesazhit dhe në transmetimin e asaj që i ka ardhur nga Allahu, edhe në aspekt që është i mbrojtur nga fshehja e fesë, do të thonë nuk lejohet të mendoj dikush se i ka ardhur diçka prej shpalljes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ai nuk e ka transmetuar. Do të thonë është i mbrojtur që nuk mund ta bëjë këtë gabim që të lërë mangët diçka nga kumtimi i fesë. Sa Allahu i ka thënë: "Ja ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas." Do të thonë i dërguar, kumtoje atë që të shpallet nga Zoti yt. Dhe nëse nuk e bën këtë, do të thonë nuk e ke plotësuar misionin që ta ka dhënë Allahu. Dhe Allahu të mbron prej njerëzve. Do thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka çuar në vend gjithë atë që ja ka shpall Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu është i mbrojtur nga gabimi në aspektin se nuk ka shtuar diçka në fenë e Allahut. Do të thonë nuk ka thënë diçka përveç asaj që i është shpallur. Si ka thënë Allahu: "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Do të thonë nuk flet nga mendja e tij, por çdo gjë që flet për në fe është vetëm me shpallje nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj është obligim bindja ndaj tij. Është prej obligimeve të njerëzve që t'i binden në atë që ka urdhëruar dhe të largohen nga ajo që ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu është obligim njeriu të jetë i bindur, do të thënë në besim, se ligji që e ka sjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thënë që të cilin ja ka shpallur Allahu subhanahu wa ta'ala, është ligji të cilin e kanë obligim ta ndjekin të gjithë njerëzit. Edhe me ligjin e tij, me shariatin e tij, do thotë është vulosur shariati, edhe çdo shariat që ka qenë i mëparshëm është i abroguar. Edhe do të thonë gjithë njerëzit e kanë obligim ta ndjekin fenë dhe shariatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu jemi të bindur se është obligim dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse ai është i dërguari i Allahut. Dhe nëse njeriu e do Allahun, atëherë me do e mos e do dhe ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë Allahu: "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa 'ashiratukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha." Dhe më tutje do thotë thuaj, nëse janë baballar tuaj, fëmijët tuaj, vëllezërit tuaj, gratë tuaja, familjet tuaja dhe pasuritë që ju i fitoni dhe tregtia të cilën friksoheni se do t'ju humb dhe vendbanimet me të cilat jeni të kënaqur, nëse këta janë më të dashur për ju se Allahu dhe i dërguari i tij dhe lufta në rrugën e Allahut, atëherë priteni derisa ta sjellë Allahu urdhrin e tij ose domethënë dënimin e tij. Wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin, dhe Allahu nuk i udhëzon njerëzit mëkatar ose njerëzit që janë rebeluar kundër urdhrave të Allahut. Që do të thonë se është obligim dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është rrjedhoj e dashurisë ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj Allahu ka thënë: "Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah." Thuaj, o Muhammed, nëse ju me të vërtetë doni Allahun, atëherë më ndiqni mua, që Allahu t'ju doj.
do thotë se nëse me të vërtetë ekziston dashuria ndaj Allahut, atëherë është obligim rrjedhimisht dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka thonë Allahu i lartësuar, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Dhe pejgamberi është më parsor për besimtarët se sa vetja e tyre. Do të thonë që duhet ta duan më shumë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se veten e tyre dhe t'i binden atij më shumë se sa i binden dëshirave të veta dhe do thotë t'i japin përparësi mbrojtjes së tij më shumë se mbrojtjes së vetes vet. Wa azwajuhu ummahatuhum. Edhe gratë e tij janë nënat e tyre, janë nënat e besimtarëve. Po ashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nuk është besimtar askush prej jush përderisa nuk jam unë më i dashur për të se prindi i tij, fëmia i tij dhe të gjithë njerëzit. Dhe dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka përparësi mbi dashurinë ndaj gjithë njerëzimit, secilit prej njerëzve dhe prej krijesave, dhe ai është më i dashur për ne se vetet tona. Dhe e mbrojmë atë me jetën tonë dhe me veten tonë, pra i japim përparësi mbrojtjes së tij dhe ngritjes së tij përpara mbrojtjes ose interesit të vetes sonë, të jetës sonë dhe pasurisë sonë. Allahumma salli wa sallim alaihi wa barik. Gjithashtu tham një prej detyrave që kemi obligim të besojmë është se Allahu i ka dhënë argumente të shumta. Pra Allahu i ka dërguar argumente të cilat dihet në gjuhën e shumicës njerëzve i quajmë muxhize, do të thonë çështje paraqitje që që i thyen ligjet e natyrës, që tregon me to se është i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe ato janë të shumta. Do të thonë për shembull Israja dhe Miraxhi është një prej argumenteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe argumente të tjera, do thotë që i ka buruar uji nga mesgishtave atij dhe që ka qarë mimberi për ta e kështu me radhë, do të thonë që janë dukshme, kurse argumenti më i madh prej gjitha argumenteve është Kurani. Dhe me ta, do të thonë ai është argument që është i përhershëm, jo argument që e kanë parë vetëm një gjeneratë e njerëzve, vetëm në një kohë, por argument që qëndron përgjithmonë, sepse gjithë njerëzimi deri në ditën e gjykimit e kanë obligim, do të thonë ta ndjekin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, për këtë shkak, në bazë të këtij argumenti, besojnë njerëzit në secilën kohë deri në ditën e gjykimit, do të besojnë duke e parë këtë argument të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të thonë argument të pejgamberllokut të tij sallallahu alaihi wasallam. Prej çështjeve të veçanta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është se ai është mëshirë për të gjithë njerëzit, si ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Do të thonë të kemi dërguar vetëm nga mëshira për të gjithë botët. Dhe për këtë shkak Allahu subhanahu wa taala ka përmendur këtë mirësi, edhe këtë do të thonë të mirë që ua ka bërë njerëzve me dërgimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Do thot Allahu u ka dhënë mirësi, u ka bërë favor, do të thonë, u ka bërë të mirë besimtarve kur ka dërguar në mesin e tyre një të dërguar prej tyre, i cili u lexon ajetet e Allahut, i pastron dhe u mëson librin dhe urtësinë, megjithse ata përpara kësaj kanë qenë në devijim të qartë. Do thot kjo është shkurtimisht prej atyre që njerëzit i kanë obligim ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu përmendëm se
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka veçori me të cilat është veçuar në dunja, edhe është veçuar shariati i tij, dhe veçori me të cilat do të veçohet nga i gjithë njerëzimi në ahiret. Një prej këtyre është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i pari që do t'i hapet varri, do të thonë në ditën e ringjalljes. I pari që do të ringjallet dhe do të dale, pastaj vazhdojnë të tjerët. Gjithashtu prej veçorive të tij është se Allahu ja ka dhënë pozitën e lavdishme, el maqamul mahmud, do të thonë që ngrihet mbi gjithë njerëzimin, dhe se Allahu do t'i vesh një xhybe të gjelbërt dhe do t'ja jap flamurin e lavdis dhe do t'a bëj atë ligjëruesin ose khatibin e pejgamberëve, gjithë pejgamberëve. Po ashtu Allahu do t'i mundsoj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të shpreh lavdi për Allahun, të tilla që nuk ka shprehur askush më përpara. Edhe kjo është dita kur do të bëj shefat për gjithë njerëzimin. Dhe prandaj atij takon kjo wasile, që është pozita më e lartë, edhe ai është pronari i vlerës më të lartë sallallahu alaihi wasallam. Është prej veçorive të tij që prej të gjithë pejgamberëve ka më shumë ndjekës nga i gjithë njerëzimi, më shumë ti ka ndjekës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu e ka veçuar Allahu me një lumë në xhennet, do të thonë që ja jep atij këtë lumë, si ka thënë Allahu subhanahu wa taala, inna a'tainaka al-kauthar, do të thonë ne ta kemi dhënë Kautherin. Gjithashtu e ka veçuar me haudin, do të thonë që është një burim i madh, i gjerë, dhe aty enët për të pirë prej atij burimi sa janë numri i tyre është sa numri i yjeve në qiell, dhe vinë umeti i tij pinë aty. E kështu me radhë, do të thonë, ai është i pari që e kalon siratin dhe i pari që hyn në xhenet, do të thonë, të cilit i hapet dera për të hyrë në xhenet, i pari. Po ashtu edhe umeti i tij, megjithëse është umeti i fundit, por janë ata të partë, ky umet, do të thonë, jemi të partë që e kalojmë siratin edhe të partë që hyjmë në xhennet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thonë, ka vlera që nuk mjafton kjo kohë për t'i treguar, dhe obligimet që i ka umetit ndaj tij janë të shumta, por përmblidhen këto që i tham. Dhe megjithatë duhet të dihet se nuk lejohet teprimi në lidhje me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nuk lejohet të jepen atij cilësitë të Zotit subhanahu wa taala, nuk lejohet të drejtohet asnjë lloj adhurimit atij, nuk lejohet, domethënë, të drejtohet lutja atij, edhe nuk lejohet të, domethënë, ky besim se ai e ka ditur të fshehtën e kështu me radhë. Do të thonë, këto janë veçoritë të Allahut subhanahu wa taala, dhe nuk i ka askush përveç Allahut të lartësuar. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i zgjedhur, ka qenë njeri, rob i krijuar, të cilin e ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Do të thonë, është krijesë si krijesa të tjera, dhe është rob i Allahut që ka obligim të adhurojë Allahun, e ka pasur obligim, do të thonë, të adhurojë Allahun, dhe ka adhuruar në mënyrën më të mirë, dhe na ka thirrur që mos e adhurojmë askënd përveç Allahun subhanahu wa taala. Dhe ai e ka pasur obligim ta përcjell mesazhin e Allahut subhanahu wa taala, siç ka thënë Allahu, wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagh. Do thotë, i dërguari e ka obligim vetëm të kumtoj, vetëm ta tregoj atë që i shpallet nga Allahu. Dhe e ka çuar në vend, e ka kumtuar mesazhin, e ka plotësuar amanetin, dhe nuk ka lënë asnjë të mirë për të cilën nuk e ka udhëzuar umetin drejt saj, dhe nuk ka lënë asnjë të keqe për të cilën nuk e ka paralajmëruar umetin prej saj. Salavatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi. Dhe siç ka thënë Imam Az-Zuhri rahimahullah, imami tabinve, ka thënë, min Allahi r-risala wa ala r-rasuli l-balagh wa alejna t-taslim. Do të thënë, prej Allahut është
dërgimi ose shpallja. Pejgamberi ka pasur obligim transmetimin, kurse ne kemi obligim nënshtrimin dhe dorëzimin ndaj kësaj që ka ardhur prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Do më thonë se shahadeti, dëshmia se Muhamedi është i dërguari i Allahut, nuk plotësohet pa ndjekje të rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk plotësohet pa dorëzim ndaj asaj që e ka sjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Si ka thënë Allahu i lartësuar: "Wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu." Do të thonë atë që u jep i dërguari merrni, dhe atë që u ndalon largohuni prej saj. Ka thonë: "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum." Do të thonë, jo pasha Zotin tënd, ata nuk janë besimtar përderisa nuk të kanë ty gjykatës për ato mosmarrveshje ose kundërshtime që i kanë mes veti. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Dhe pastaj, pas gjykimit tënd, mos ndjejnë në vetvete asnjë lloj ngushtie, mos kenë shpirt pakënaqësi për atë që e ka gjykuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por të dorëzohen plotësisht. Do të thonë, nuk plotësohet besimi, nuk mjafton vetëm fjala. Siç tham, si të fjala la ilaha illallah, nuk mjafton vetëm të thuhet, por ka kushte që duhet të plotësohen dhe kuptim që duhet të zbatohet. Edhe gjithashtu për dëshminë se Muhamedi është i dërguari i Allahut, nuk mjafton vetëm shprehja, vetëm thuhet unë besoj se Muhamedi është i dërguari i Allahut, por duhet, do thotë, të plotësohet bindja ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndiqet rruga e tij, të dihet se rruga e tij është rruga më e mirë. Do thotë sepse atë ka dërguar Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe e qartë është që i dërguari e ka detyrë vetëm të transmetoj urdhrat e dërguesit. Do thotë kjo edhe te raportet njerëzore, do të thonë njerëzit e dinë se i dërguari i mbretit ose i dërguari i pushtetit është që ti përcjell fjalët dhe urdhrat e atij që e ka dërguar. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thonë, siç tham, wama ala ar-rasuli illa al-balagh. Do thotë, i dërguari e ka obligim vetëm të transmetoj, vetëm ta përcjell atë që e ka urdhëruar Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj ka thonë Allahu: "Wama kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Do të thonë, nuk ka të drejtë një besimtar ose një besimtare kur të gjykojë Allahu për një çështje ose i dërguari i tij, që ata të zgjedhin, do të thonë duan ta pranojnë ose jo atë që e ka atë normë që e ka gjykuar Allahu ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe për këtë shkak bindja ndaj urdhrave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është bindje ndaj Allahut të lartësuar, si ka thënë Allahu: "Men yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Do të thonë, ai që i bindet të dërguarit, i është bindur Allahut. Edhe te ajeti që e përmendëm më herët, thuaj nëse e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua. Pra nuk plotësohet fjala la ilaha illallah, nuk plotësohet besimi në Allahun pa besimin në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe besimi në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nuk plotësohet pa ndjekjen e rrugës së tij. Edhe për këtë shkak dietarët e kanë quajtur këtë ajetin e provimit ose testit. Thuaj nëse e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua. Do thotë këtu është testi që të tregohet nëse njeriu me të vërtetë beson në Allahun, edhe me të vërtetë e do Allahun, do thotë duhet ta ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thotë këto janë çështjet, katër i ka përmendur Sheikh Ibn Baz rahimahullah, do thotë tasdiquhu fima amar. Do thotë ti besohet çdo gjëje që ai ka treguar, sepse ai ka folur me shpallje nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa ta'atuhu fima amar, edhe bindja ndaj urdhrave të tij, wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, edhe largimi prej asaj që ka ndaluar dhe domethënë që e ka
treguar se është ndaluar. Dhe e katërta është që mos adhurohet Allahu në mënyrë tjetër përveç se sipas asaj që e ka bërë të ligjshme Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra mos bëhet adhurimi ndaj Allahut me epshe, me ëndje, ose dëshira, ose mendime, ose bidate dhe shpikje në fe. Shpikja e bidateve edhe bërja e adhurimit në rrugë të shpikura, të trilluara, të sajuara nga njerëzit, është në kundërshtim me dëshminë se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men ahdatha fi amrina ma laysa minhu, men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, fa huwa radd." Do thotë kush shpik në këtë çështje, në fen ton, diçka që nuk është prej saj, kurse cila është ajo prej saj, çka është prej saj, është ajo që e ka shpall Allahu në Kur'an dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kush shpik diçka jashtë saj, atëherë ai është i refuzuar. Edhe në transmetim tjetër men amila amalan. Do të thonë këtu në këtë transmetim është kush shpik, kurse në transmetimin tjetër kush bën. Edhe nëse nuk është ai që e ka shpikur, por e ka bën një vepër që nuk është sipas urdhrit ton, nuk është sipas urdhrit të Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fa huwa radd. Do të thonë ai është i refuzuar. Edhe nuk do mend se është e qartë se fjala e Allahut është fjala e vërtetë, edhe fjala e drejtë. Dhe fjala më e mirë është fjala e Allahut. Dhe nuk ka mundësi të ketë një rrugë që është më e mirë se rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj çdo herë ka përsëritur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ligjëratat e tij dhe ka thënë amma ba'd fa inna khayra al-hadithi kitabullah. Do thotë fjala më e mirë është libri i Allahut. Wa khayra al-huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dhe rruga, metoda më e mirë, do të thënë për në fenë e Allahut, është rruga e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Wa sharra al-umuri muhdathatuha, kurse punët më të këqija janë shpikjet në fe. Wa kullu bid'atin dalalah, dhe secili bidat është devijim. Dhe në hadithin të cilin e ka transmetuar Irbad ibn Sariya radhiyallahu anhu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kathira. Do të thonë kush do të jetojë prej jush pas meje, do të shoh kundërshtime të shumta. Fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i al-mahdiyyin ar-rashidin. Do të thonë ju kapuni për sunetin tim dhe sunetin e halifëve të drejtë dhe të udhëzuar. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Kapuni fort për të dhe shtrëngojeni fuqishëm me dhëmball. Wa iyyakum wa muhdathati al-umur. Dhe ruhuni prej punëve të shpikura në fe. Fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalalah. Dhe pra dijeni se çdo e shpikur në fe është bidat dhe secili bidat është devijim. Pra këto dy dëshmi, kjo është shtylla e parë e Islamit. Shtylla e parë e Islamit. Dëshmia se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Këto dy dëshmi, do të thonë shtylla e parë, janë shtylla kryesore në të cilën ndërtohet Islami dhe pa të nuk ka Islam. Edhe këto të dyja e sjellin ikhlasin, do të thonë pastërtinë dhe kthjelltësinë e adhurimit vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala dhe ndjekjen gjithashtu të pastër që njeriu ta ndjek vetëm pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Do thotë pra mos ketë të adhuruar tjetër njeriu përveç Allahut dhe mos e adhuroj Allahun ndryshe përveç se sipas rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pa këto nuk pranohet vepra tek Allahu. Nëse vepra ka njolla të shirkut që bëhet edhe për dikën tjetër, atëherë ajo nuk pranohet tek Allahu. Por edhe nëse është e pastër por nuk është sipas udhëzimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nuk pranohet tek Allahu. Si i lexuam ajetet dhe hadithet në këtë kuptim.
Dhe në lidhje me ajetin ku ka thënë Allahu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, do të thënë Allahu ju ka krijuar që t'ju testoj, do të thënë t'ju vërë në provë, cili do të bëj vepra më të bukura, më të mira. Ka thënë Fudail ibn Iyad, e thënë akhlasahu wa aswabahu, do të thënë kush do të bëj vepra më të pastra dhe më të sakta, më të pastra dhe më të qelluara. Kan thënë o Abu Ali, çka do thot më të pastra dhe më të sakta? Ka thënë kur vepra është e pastër dhe nuk është e sakt, nuk pranohet. Dhe kur është e sakt dhe nuk është e pastër, nuk pranohet. Vetëm kur të jetë e pastër dhe e sakt. Dhe ka thonë e pastër është ajo që është për Allahun, kurse e sakt është ajo që është sipas sunetit. Do të thonë vetëm në këtë mënyrë pranohet vepra dhe nuk pranohet asesi ndryshe. Do të thonë e pastër sipas fjalës la ilaha illallah. E sakt sipas fjalës Muhammedun Rasulullah. Do të thonë këto dy dëshmi janë kjo baza e fesë që vlen për secilën çështje në fe. Çdo imësi që ekziston në fe, do të thënë bazohet në këto dy dëshmi. Dhe këto dy çështje janë ato për të cilat do të pyeten njerëzit. E dim te pyetjet e varrit, por edhe në ditën e gjykimit. Pra te pyetjet e varrit është men rabbuk, kush është Zoti yt, do të thënë kë e ke adhuruar, a e ke zbatuar fjalën la ilaha illallah. Dhe men nabijuk, kush është pejgamberi yt, do të thënë a e ke ndjekur këtë pejgamber Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, do të thënë a e ke zbatuar fjalën Muhammedur Rasulullah. Edhe ma dinuk, cila është feja yte, do të thënë gjithashtu zbatimi i shahadetit. Por edhe në ditën e gjykimit, po ashtu, pyeten njerëzit, siç është në ajet, madha kuntum ta'budun, do të thënë çka keni adhuruar? Do të thotë a keni zbatuar fjalën la ilaha illallah? A keni adhuruar vetëm Allahun? Kjo është pyetje që do të bëhet gjithë njerëzve. Edhe gjithashtu do të bëhet pyetja gjithë njerëzve, madha ajabtumul mursalin? Do të thënë si jeni përgjigjur pejgamberëve? Do të thënë secili popull për pejgamberin e vet. Edhe ne pyetemi për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si jemi përgjigjur. Dhe përgjigja për këto dy pyetje është shahadeti. Prandaj plotësimi i kuptimit të shahadetit me dituri të saktë dhe zbatimi i kësaj diturie, sipas kushteve që i përmendëm. Kushtet që i përmendëm për fjalën la ilaha illallah vlen edhe për fjalën Muhammedur Rasulullah. Do të thënë që duhet të jenë me dituri, me bindje, me ikhlas, do të thënë me pastërti, për kushtim të pastër, dhe të jenë me sinqeritet e kështu me radhë deri në fund, do thotë të njëjtat kushte janë për këto dy shahadete. Më tutje thot autori rahimahullah, thumma yubayyinu lit-talibi baqiyata arkanil islamil khamsa. Pastaj, pas sqarimit të shahadetit, duhet t'i shpjegohet nxënësit, do të thënë secilit musliman, t'i shpjegohen shtyllat tjera të islamit, që 5 shtyllat tjera, do të thënë 4 që kanë mbetur, dhe ato janë namazi, zakati, agjerimi Ramazanit dhe haxhi ose vizita e shtëpisë së Allahut për atë që ka mundësi të udhtojë aty. Do thotë tani kaloj te shtyllat tjera të islamit. Dhe shtylla e parë, domethënë e dyta pas shahadetit, menjëherë është namazi. Dhe kjo është shtylla më e madhe prej shtyllave që janë vepra. Do thotë e para është shtylla e parë, kryesorja, baza, është besimi, edhe rregullimi i zemrës sipas shahadetit. Kurse shtylla e dytë fillon, domethënë mund të themi e para në vepra. E para në vepra, edhe më e rëndësishmja prej veprave. Është shtylla namaz ose salah. Fjala salah se te ne ka hyrë ky nocion nga gjuhë të tjera, kurse arabisht është salah. Dhe përkthimi në gjuhën shqipe i fjalës salah, do të thonë lutje. Se gjuhësisht salah do thotë lutje, si ka thënë Allahu wa salli alejhim inna salataka sakanun lahum, do thotë lutu për ta, i thotë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, lutu për besimtarët, se lutja yte për ta është qetësi.
Dhe fjala sala në Kur'an ka edhe kuptime tjera, do thotë që janë përmendur në ajete të ndryshme, është falje gjithashtu, është mëshira, edhe xhamit gjithashtu quhen sala. Në shariat, sala ose lutje, ose kjo që e njohim ne, namaz, do thotë, është një adhurim i caktuar me fjalë dhe vepra të njohura që fillojnë me tekbir dhe mbarojnë me selam. Ky është definicioni i namazit. Shkruajnë. Do thotë adhurim, ibadet i caktuar me fjalë dhe vepra të ditura, të cilat fillojnë me tekbir dhe mbarojnë me selam. Namazi është shtylla më e rëndësishme. Dhe ajo është çështja e parë që do të pyetet njeriu në ditën e gjykimit, do të thënë prej veprave. Vepra e parë për të cilën pyetet në ditën e gjykimit, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min 'amalihi salatuhu. Do thotë vepra e parë ose gjëja e parë që pyetet njeriu në ditën e gjykimit për veprat e tij, prej veprave të tij është namazi. Dhe nëse namazi është në rregull për ta, atëherë çështjet tjera i shkojnë në rregull. Dhe nëse te namazi ka mangësi, atëherë çështjet tjera janë edhe më të mangëta. Prandaj namazi është argument i imanit. Është argument se njeriu është musliman. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka përmendur namazin, ka thënë men hafadha alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah. Do thotë kush kujdeset për namazin, atëherë do të ketë dritë, do të ketë argument. Do të thonë ky namaz do të jetë argument se un kam qenë musliman në ditën e gjykimit. Dhe do të jetë shpëtim për ta në ditën e gjykimit. Wa man lam yuhafidh alaiha, kurse ai që nuk kujdeset për namazin, edhe nuk e kryen namazin, lam yakun lahu nurun, do të thonë nuk ka dritë, wala burhan, as argument, nuk ka në ditën e gjykimit, wala najat, as shpëtim. Wa kana yawm al-qiyamah, dhe në ditën e gjykimit ky njeri që nuk është falur do të jetë me Qarunin, Faraonin, Hamanin dhe Ubej ibn Khalaf. Do të thonë kokat e kufrit, nga në kohën e Musait dhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë do të jetë bashkë me ata, ai që nuk e ka falur namazin. Prandaj namazi pra është argument dhe fakt për islam ose iman të njeriut. Edhe ka thonë Allahu subhanahu wa taala, innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir. Do të thonë xhamit e Allahut i mbusin ata të cilët besojnë në Allahun dhe në ditën e gjykimit. Do të thonë xhami shkojnë e falin namazin ata që besojnë në Allahun dhe në ditën e gjykimit, wa aqama as-salat dhe që e falin namazin. Po ashtu në hadith tjetër ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah. Do thotë dallimi ose kufiri mes nesh dhe atyre, do thotë mosbesimtarëve ose mushrikëve, është namazi. Faman tarakaha faqad kafar. Edhe ai që e lë namazin, që e braktis namazin, do të thonë ka bërë kufër. Dhe namazi është, do thotë, prej veprave më të mira, që me të shlyhen gjunahet shumëta. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahuma idha ijtunibat al-kaba'ir fa innahunna mukaffiratun lima bainahun. Do thotë pra nga namazi në namaz, dhe nga xumaja në xuma, dhe nga Ramazani në Ramazan. Do thotë këto vepra janë shlyerse të gjunaheve që janë bërë mes tyre, përderisa njeriu largohet prej mëkateve të mëdha. Do të thonë nëse ruhet prej gjunaheve të mëdha, ato tjera që i bën, pra këto vepra, namazi, xumaja dhe Ramazani ja shlyen nga
nga ajo vepër deri te vepra paraprake që ka qenë. Dhe gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si mendoni nëse një njeri ka një lum paradere që i rrjedh dhe aty lahet në atë lum 5 herë në ditë. Dhe a mendoni se do t'i mbetet dhe një papastërti? Kanë thonë, jo, nuk mbetet asnjë papastërti. Ka thonë, fedhalike mathalus salawatil khams. Do të thonë, ky është shembulli i 5 namazeve. Yamhu Allahu bihinna al-khataya. Me to Allahu i shlyen gjunahet. Ja shlyen, do të thonë, robit gjunahet. Dhe urdhri për namazin, pra tham namazi është obligim prej obligimeve kryesore dhe është shtylla kryesore e Islamit, do të thënë prej veprave. Shtylla prej veprave që është kryesorja dhe urdhri në të ka ardhur shumë herë në librin e Allahut. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala, hafidhu ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin, pra kujdesuni për namazin dhe në veçanti namazin e mesëm dhe qëndroni para Allahut të përulur dhe të nënshtruar. Ka thënë wa aqimus salata wa atuz zakah, do thotë faleni namazin dhe jepeni zakatin. Ky ajet përsëritet në shumë vende, do të thonë në raste të shumta, në ajete të shumta. Po ashtu ka thënë Allahu, inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta, do thotë namazi për besimtarët është obligim me kohë të caktuar. Do thotë obligim brenda kohës së vet. Gjithashtu ka thonë wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, do thotë urdhroje familjen që ta falin namazin dhe bëhu i qëndrueshëm në këtë. Kurse për ata që e lanë namazin, ka thënë Allahu subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fasawfa yalqawna ghayya. Do thonë pas atyre erdhen brezni të tjera, të prishur, do të thënë gjenerata të prishura, të cilët e humbën namazin. Do të thënë e lanë namazin dhe nuk u falen, i ndoqën epshet dhe ata do të hidhen në xhehenem. Do të thënë do ta gjejnë dënimin e rëndë. Gjithashtu banorëve të xhehenemit u thuhet ma salakakum fi saqar, do të thënë çka ju solli në saqar, do të thënë që është shkallë e ulë të xhehenemit. Qalu lam naku min al-musallin. Ata thonë ne nuk jemi falur. Do të thënë ky ka qenë shkaku i parë për hyrjen në xhehenem. Allahu na ruaj. Dhe ajetet shumta, argumentet shumta, do të thënë librin e Allahut dhe gjithashtu në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur një prej beduinëve e ka pyetur, ka thënë çka më ka bërë obligim Allahu prej namazit, i ka thënë 5 salawatin fil yawmi wal layla. Do thënë ti ka bërë obligim 5 namaze brenda ditës dhe natës. Ka thënë a kam të tjera përveç këtyre? Ka thënë nuk ke tjetër obligim përveç nëse do të falesh vullnetarisht. Prandaj do thotë namazi është obligim për njeriu e rritur që është musliman, do të thënë që është musliman, që është i rritur, e ka hyrë në kohën e pubertetit dhe matutje, që është i mençur, do të thënë që nuk e ka humbur mendjen, nuk është i çmendur. Do të thënë me këto kushte, përjashtim bën gruaja në menstruacione ose gjatë lehonis. Atëherë nuk e ka obligim, por e ka të ndaluar të falet. Dhe gjithashtu nuk është obligim për fëmijën e vogël, që është poshtë moshës pubertetit, por duhet të mësohet. Edhe është obligimi i kujdestarit të fëmijës, thotë që ta mësojë dhe ta urdhërojë për namaz. Pra nuk është obligim për të çmendurin, për budallajin, edhe nuk është obligim për mosbesimtarin, për atë që nuk është musliman. Ose më saktë nuk pranohet prej tij nëse falet, por ditën e gjykimit do të llogaritet për mosfaljen e namazit, edhe për obligime tjera që nuk i ka kryer. Se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rufi'a al-qalamu an 3. Do thotë kalemi, lapsi nuk shkruan për 3 veta. Një është ai që është në gjumë derisa të zgjohet.
dhe i çmenduri derisa të shërohet, nëse i kthehet mendja, dhe i vogli derisa të bëhet i rritur, do të thënë i pjekur, pra derisa të arrijë moshën e pubertetit. Kështu pastaj gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë secili njeri musliman, të cilit i vjen koha e namazit të obliguar, edhe e merr avdesin në mënyrën e plotë dhe e kryen me përulësi, me përqendrim, do të thënë dhe e plotson pra këtë përulësinë, e plotson rukun, atëherë kjo do të jetë pastrim për të prej mëkateve që i ka bërë më përpara, përderisa është ruajtur prej mëkateve të mëdha. Edhe kjo gjatë gjithë jetës. Domthon kur njeriu e kryen pastrimin, është i përqendruar në namaz, i plotson mirë shtyllat e namazit, kjo është shlyerës për të gjitha gjunahet, përveç gjunaheve të mëdha. Shtylla e tretë e Islamit është zekati. Dhe zekati po ashtu është prej simboleve dhe shenjave dalluese të Islamit. Edhe është shtyllë, prej shtyllave kryesore. Fjala zeka në gjuhën arabe do të thonë shtim, sepse me dhënien e zekatit shtohet pasuria dhe bereqeti në të. Se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat sadaqatun min mal. Do të thonë asnjëherë sadakaja ose zekati, dhënia, lëmosha nuk e pakson pasurinë. Asnjëherë nuk e pakson. Dhe kurse në shariat, do të thënë definicioni i zekatit është adhurim, do të thënë me një sasi të caktuar të pasurisë, të pasurisë së caktuar, gjithashtu, do të thënë një sasi që jepet, një sasi e caktuar prej pasurisë së caktuar, që duhet të jepet atyre grupeve që i ka caktuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe argumentet për zekatin janë të shumta. Ka thonë, e përmendëm ajetin ku përsëritet shumë herë, do të thënë fjala e njëjtë në shumë ajete, wa aqimus salata wa atuz zakah. Do të thënë faleni namazin dhe jepeni zekatin. Do të thënë kjo është, zekati është shoqja e namazit. Do të thënë që çdo herë shkon bashkë me namazin, edhe ku lëvdohen besimtarët të cilët e falin namazin, të japin zekat ose japin lëmosha, do thotë e shohim se gjithmonë zekati shkon bashkë me namazin. Ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, innal ladhina amanu wa amilus salihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim. Do thotë ata të cilët besojnë dhe bëjnë vepra të mira, e falin namazin, e japin zekatin, ata e kanë shpërblimin të Zoti i tyre, wala khawfun alejhim wala hum yahzanun, edhe nuk ka frikë për ta dhe ata nuk do të brengosen. Po ashtu për njerëzit mosbesimtar që duan të hyjnë në Islam, ka thënë Allahu i lartësuar, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum. Do të thonë, nëse ata pendohen, do thot pendohen prej kufrit, hynë në Islam, e falin namazin, e japin zekatin, atëherë lirojni ata. Dhe përmendëm gjithashtu për plotësimin e xhamive ose ngjalljen e xhamive, kush e bëjnë? Ata të cilët besojnë në Allahun dhe në ditën e gjykimit, wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Do të thonë njëri që e fal namazin, e jep zekatin dhe nuk i friksohet askujt përveç Allahu subhanahu wa ta'ala. Për zekati, do të thënë, ka pasuri të caktuara, si tham, dhe secila pasuri ka nisab, nivel të caktuar, prej kur bëhet obligim dhënia e zekatit. Do të thënë që nëse njeriu ka më pak se ajo shumë, atëherë nuk e ka obligim. Kur ta arrijë atë shumë, fillon, do thot, obligimi i zekatit. Dhe gjithashtu duhet të kaloj koha që është e caktuar në shariat. Për shumicën e pasurive është të kaloj një vit që rri ajo pasuri. Dhe këto pasuri janë këto valutat në radhë parë, që janë ari dhe argjendi. Edhe çdo gjë që
kompenzon ose zëvendëson aurin dhe argjentin. Do thotë të gjitha valutat, ato prej tyre jepet 1/40. Do të thënë prej 40 pjesëve 1 jepet zakat. Prandaj zakati, do të thënë është urdhër prej Allahut që t'japësh pak prej asaj shumë që të ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Do të thënë gjithë pasurinë njeriu e ndan në 40 pjesë. 1 e ka obligim ta japë zakat, kurse 39 tjerat janë për vete. Edhe kjo 1/40, do thotë kështu me përqindje thuhet 2.5%. Tjetra pasuri janë bagëtit. Do të thënë njeriu që ka 40 dele ose më shumë, dhe ose që ka lop 30 ose më shumë, atëherë do të thënë e ka obligim dhënien e zakatit. Po ashtu prej frutave dhe drithrave në ditën kur i vjel ose ditën kur e korr, është obligim zakati, dhe malli i tregtisë. Do të thënë pasi e ka rritur atë nivelin me arë dhe argjend, dhe taj malli i tregtisë me cilin tregton dhe shton pasurinë, prej tij gjithashtu jepet zakat si te ari dhe argjenti. Tjetër, ka dhe një zakat tjetër, që është zakati për trup, do të thënë për trupat e njerëzve. Edhe ky është zakatul fitr, do të thënë që jepet në person, nuk ka lidhje me sasi të pasurive, po jepet për persona. Pra nëse dikush është vet, do të thënë jep për një njeri, nëse ka 5 antar të familjes, 10 antar të familjes, do të thënë jep për secilin person, edhe bëhet obligim kur përfundon Ramazani. Do të thënë edhe ky quhet një prej llojeve të zakatit, zakatul fitr. Edhe zakati ka kushte që të jetë obligim. Kushti i parë është Islami, do të thënë që njeriu të jetë musliman, të jetë i lirë, gjithashtu, robi nuk e ka obligim, dhe ta posedoj nisabin, sasin e caktuar të pasurisë, dhe të kaloj koha e caktuar. Do të thënë një vit për shumicën e pasurive, ose për të vjelat dhe të korrat, është ditën kur ndodh kjo korrja ose vjelja. Edhe zakati ka dobi të shumta, do të thënë e largon urrëtitjen mes antarëve të shoqërisë, ose e largon urrëtitjen mes shtresave të shoqërisë. Do të thënë i bën pasanikt që të jenë të solidarizuar dhe t'i duan të varfrit dhe t'u afrohen të varfërve. Edhe i bën të varfrit, do të thënë që të kenë respekt dhe dashuri gjithashtu për pasanikt, edhe e rregullon, do të thënë jetën shoqërore, edhe është ndihmë për të varfrit, edhe është pastrim i pasurisë dhe i shpirtit për pasanikët. Dhe do të thënë sidomos kjo pastrimi i zemrës nga kopratësia. Do të thënë zakati që duhet njeriu ta japë zakatin të sakt, duke e ditur saktësisht sa ja ka bë obligim Allahu, dhe ta japë me zemër të lumtur, jo me kopratësi, po me kënaqësi dhe me nënshtrim ndaj Allahut. Atëherë ky zakat ndikon për pastrimin e shpirtit dhe ngritjen e nivelit të moralit të njeriut. Dhe ka thënë Allahu subhanahu wa taala kur i ka përmendur këto, "Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Do të thënë ai që ruhet prej kopratësisë ose zemër ngushtësisë, ata janë të shpëtuarit. Dhe gjithashtu ka thënë Allahu, "Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Do të thënë çdo gjë që jepni ju, Allahu ju a kompenzon, ju jep tjetër dhe Allahu është furnizuesi më i mirë. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat sadaqatun min mal", do të thënë sadakaja asnjëherë nuk e pakson pasurinë. Dhe gjithashtu në hadith qudsi ka thënë Allahu i lartësuar, "Anfiq ibn Adam, unfiq alejk." Jep o biri Ademit që unë të t'jap ty. Kujt i jepet ky zakati? Gjithashtu këta janë grupe të njerëzve ose të atyre që e meritojnë zakatin, që i ka caktuar Allahu direkt. Do të thënë, këtë çështje Allahu e ka ndarë kujt i jepet zakati. Ka thënë, "Innama as-sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina alejha", do të thënë
sadakat, do të thënë gjitha dhënat, këto që janë obligim, edhe ato që janë nafile, u jepen fukarave, do të thënë të varfërve dhe të vobektëve, wal masakin, themi nevojtarve, wal amilina alejha, edhe atyre që punojnë për mbledhjen e zakatit, wal muallafati qulubuhum, dhe për zbutjen e zemrave, wa fir riqab, edhe për lirimin e robërve, wal gharimin, edhe ata që janë thelluar në borxhe, wa fi sabilillah, edhe në rrugën e Allahut, në luftë në rrugën e Allahut, wa ibnis sabil, dhe për ata që kanë mbetur në rrugë, që janë shkputur prej vendit vet. Faridatan min Allah, do të thënë, obligim i caktuar nga Allahu. Wallahu alimun hakim, dhe Allahu është i gjithdijshmi, i urti. Do thotë Allahu subhanahu wa taala i ka ndarë këto vetë ai, do të thënë direkt në librin e tij. Dhe këta grupe të cilëve u jepet zakati, ose këta lloje të cilëve u jepet zakati, ndahen në dy grupe. Një grup, ata që kanë nevojë, dhe një grup, ata për të cilët kemi nevojë. Do të thënë, u jepet zakati atyre që kanë nevojë të ndihmohet. Dhe gjithashtu u jepet atyre që janë të dobishëm për shoqërinë e muslimanëve. Do të thënë ata që prej të cilëve ka dobi shoqëria. Grupi i parë që janë nevojtar, që kanë nevojë ata të jepet, janë fukara wa masakin. Do të thënë të varfrit, do të thënë që janë shumë të varfër, edhe masakin, nevojtar, që kanë diçka, por nuk u mjafton deri në fund të muajit ose të vitit, do thotë ajo që e kanë. Wa fir riqab, për lirimin e robërve, wa ibnis sabil, edhe për atë që kanë mbetur në rrugë. Do të thënë këta janë nevojtarët, të cilët kanë nevojë të jepet zakati, ose që ata përfitojnë personalisht. Dhe ata prej të cilëve kanë dobi muslimant në përgjithësi, janë katër të tjerë, el amiluna alejha, do të thënë ata që punojnë për grumbullimin e zakatit, edhe el muallafati qulubuhum, do të thënë ata të cilëve duhet të zbutet, të afrohet zemra, do të thënë ose mosbesimtar që të pengohet dami i tyre ndaj muslimanëve, ose mosbesimtar që mund të hyjnë në islam nëse u jepet një pjesë e zakatit, ose porsa kanë hyrë në islam, do të thënë që të përforcohen në islam. Edhe el gharimun, do të thënë janë ata të cilët janë thelluar në borxh për pajtimin e palëve të grindura, ose hasmëri, do të thënë për heqjen e hasmërive, ka dhënë ai vetë nga vetja e vet, edhe është thelluar në borxhe. Dhe gjithashtu ata që luftojnë në rrugën e Allahut. Do të thënë gjithë këta janë për të cilëve muslimanët kanë dobi. Prandaj nëse e marrim një person që nuk është nevojtar, ose një person për të cilit nuk ka dobi, do të thënë ose është nevojtar ai, atëherë dhënia e zakatit është e saktë për ta. Nëse nuk është nevojtar, atëherë shikohet grupi i dytë. Nëse është që prej tij përfitojnë muslimanët, i jepet zakati. Nëse nuk është as kjo, atëherë atij nuk i takon hise nga zakati. Do të thënë nëse nuk është nevojtar dhe nuk është i dobishëm me punën e tij për muslimanët që duhet të jepet zakati, atëherë atij nuk i takon zakati. Kështu që zakati nuk i jepet mosbesimtarit, përveç, si tham, sipas mendimit dietarëve në shpjegimin e ajetit, mosbesimtar që pritet të hyjnë në islam, ose mosbesimtar që me dhënien e zakatit u pengohet sherrri i tyre. Dhe pra nuk i jepet mosbesimtarit tjetër, do të them përveç këtyre, nuk i jepet pasanikut, edhe nuk i jepet robit, sepse pasuria e robit është pasuria e pranarit. Nëse ai pranari është i pasur, nuk i takon atij zakati. Dhe gjithashtu nuk guxon njeriu t'ia jap atyre që i ka obligim t'i mbajë, të kujdeset për ta. Do të thënë si bashkëshortes për shembull, ose fëmijëve, ose prindërve. Dhe gjithashtu nuk i jepet zakati
familjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjithë ata që janë Banu Hashim, do të thënë nuk u takon zakati. Pastaj kalojmë te shtylla e katërt, që është agjerimi. Ka thonë, pra shtylla e katërt e Islamit është agjerimi. Agjerimi i muajit Ramazan, që është obligim. Se muaji Ramazan është muaj i bekuar, muaj madhështor, në të cilin ka zbritur Kurani, dhe këtë muaj Allahu na ka bërë obligim të agjerojmë për adhurim ndaj Allahut dhe për njohje të vlerës së këtij muaji. Dhe agjerimi i këtij muaji është shtyllë e Islamit, gjithashtu. Ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, ja eyyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që keni besuar, ju është bërë obligim agjerimi, siç i ishte bërë obligim të tjerëve para jush, që të jeni të devotshëm, të ruajtur. Do të thonë, me agjerim, njeriu gjithashtu e pastron shpirtin edhe edukon shpirtin që të jetë i ruajtur, që të përmbush obligimet ndaj Allahut dhe të largohet prej asaj që ka ndaluar Allahu subhanahu wa ta'ala. Agjerimi, vetëm agjerimi i muajit Ramazan është obligim, kurse agjerimet tjera janë nafile, janë vullnetare, siç është në hadith kur ka pyetur, do të thonë, një njeri e ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për namazet, ka thënë 5 namaze, i ka thënë a kam tjetër obligim, i ka thënë jo, përveç nëse falesh vullnetarisht. Edhe pastaj ka thënë çka më ka bërë obligim Allahu prej agjerimit. Ka thënë agjerimin e muajit Ramazan. Dhe ka thënë a kam tjetër obligim? Ka thënë la illa an tatawwa. Do të thotë nuk ke tjetër obligim përveç nëse do të agjerosh vullnetarisht. Agjerimi gjithashtu ka vlerë të madhe, do të thënë për pastrimin e shpirtit, për edukimin e njeriut, për uljen e nefsit, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junna. Thotë agjerimi është mburoj, që mbron njeriun prej moralit të keq, prej sjelljeve të ulta, që e mbron prej gjunaheve. Do të thënë edhe këtë secili e sheh në përditshmërinë e tij se kohën kur është agjerues, është gjithmonë më i ruajtur se sa jashtë asaj kohe. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra agjerimi është mburoj dhe fala yarfath wala yajhal. Prandaj njeriu kur është duke agjeruar mos flas fjalë të ndyta, fjalë të pahishme, dhe mos veproj me ignorancë. Wa in imru'un qatalahu aw shatamahu, nëse një njeri e sulmon ose e shan ose ofendon, falyaqul inni sa'im marratayn. Ka thënë le të thot un jam duke agjeruar 2 herë. Un jam duke agjeruar. Dhe ka thënë walladhi nafsi bi yadihi la khalufu fami as-sa'imi atyabu 'inda Allahi min rihil misk. Dhe pashat në dorën e të cilit është shpirti im, era e gojës agjeruesit është më e këndshme tek Allahu se era e myskut. Yatruku ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala, ky njeri e ka lënë ushqimin, pijen dhe epsin e vet, do të thënë atë që ka halal, e ka lënë për mua, e ka lënë për Allahun subhanahu wa taala. Edhe prandaj shpërblimi, ka thënë gjithashtu Allahu në hadith kutsi, as-siyamu li wa ana ajzi bih. Do thotë agjerimi është për mua dhe unë shpërblej për ta. Dhe agjerimi ka shpërblimin e madh te Allahu subhanahu wa taala. Dhe përmendëm se me agjerim njeriu edukohet për durim, dhe Mujahidi ka shpjeguar fjalën e Allahut wasta'inu bis-sabri was-salah. Do të thonë kërkoni ndihmë tek Allahu me durim dhe me namaz. Ka thonë kuptimi është kërkoni ndihmë tek Allahu me agjerim dhe me namaz. Do të thonë se sabër, durim, është agjerimi. Edhe agjerimin e ka obligim secili musliman, i
shëndosh, që nuk është i smur, që është i rritur dhe që është i mençur, dhe që është në vendin e tij, që nuk është udhëtar. Do të thënë përveç gruas që është me menstruacione ose në lehoni. Këto nuk e kanë obligim, do të thënë edhe nëse i plotësojnë këto kushte tjera. Do thotë muslimani se prej mosbesimtarit nuk pranohet asnjë vepër, por pyetet në ditën e gjykimit, merret në llogari për ato që nuk i ka bërë, ato obligime që nuk i ka kryer, dhe që është i shëndosh, do të thonë, që nuk është i smur. Pra kur është i smur dhe gjithashtu kur është udhëtar, thotë ka të drejtë mos agjëroj dhe këtë agjërim e kompenzon me agjërim të po ditëve më vonë, pasi të shërohet, ose pasi të kthehet nga udhëtimi. Dhe përndryshe, do të thënë nëse është i vogël, nuk e ka obligim agjërimin, por duhet të stërvitet edhe i vogli para arritjes së pubertetit, dhe nëse është i çmendur, po ashtu nuk e ka obligim agjërimin. Pra, i smuri dhe udhëtari dhe gruaja me menstruacione ose në lehoni nuk agjërojnë dhe e kompenzojnë agjërimin me agjërim të po ditëve më vonë. Kurse ai që është i smur me smundje të përhershme, që nuk shërohet, ose plaku që nuk mund të agjëroj, ose plaka, gruaja në moshë, këto, gjithashtu edhe gruaja shtatzan dhe ajo që është, do të thënë, duke ushqyer foshnjën me gjë. Shtatzana dhe gjithansja. Dhe plaku ose i smuri që nuk shërohet, do të thënë këto grupe nuk agjërojnë, por e kompenzojnë me duke ushqyer nga një të varfër për secilën ditë të pa agjëruar. Thotë, nëse kuptohet plaku ose i smuri që nuk mund të agjëroj, ata nuk mund të agjërojnë. Kurse gruaja shtatzan ose gjithansja, nëse mund të agjërojnë, agjërojnë. Por nëse e dëmton shëndetin e tyre, ose e dëmton foshnjën, atë që është në bark, ose ja pakson ushqimin atij që është foshnjës që është në gjë, do të thënë këto raste, atëherë kanë drejt mos agjërojnë. Nëse këto shkaqe nuk ekzistojnë, agjërojnë. Edhe pse është shtatzan ose gjithanse, por nëse ekzistojnë këto shkaqe, atëherë nuk agjërojnë dhe nuk e kompenzojnë me agjërim, por vetëm me duke paguar, do të thënë duke dhënë ushqim për secilën ditë, duke ushqyer nga një të varfër. Shtylla e pestë e Islamit është haxhi. Edhe haxhi është me të vërtet adhurim madhështor, edhe adhurim i bukur. Është shtyllë e Islamit dhe fjala haxh gjuhësisht do të thonë synim, pra kur nisesh për një qëllim, për një cak. Dhe në shariat definicioni i haxhit është synimi i shtëpisë Allahut, e Bejtullahil Haram. Se fjala haram do të thonë vendi i ndaluar, do thotë ku ka shenjtëri që nuk lejohet të bëhen disa vepra që lejohen jashtë atij vendi. Pra synimi i shtëpisë së ndaluar, do të thonë të Allahut subhanahu wa taala, për një ibadet të caktuar. Ose kam thonë tjetër definicion, adhurim ndaj Allahut me kryerjen e riteve në Mekke, sipas asaj që është përmendur në librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i lartësuar ka thënë: "Walillahi 'alan nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila." Do thotë, njerëzit e kanë obligim ndaj Allahut ta vizitojnë shtëpinë, pra Ka'ben, secili që ka mundësi të udhtojë deri atje. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin, dhe kush mohon, atëherë Allahu do thotë është i pasuri dhe nuk ka nevojë për askënd prej krijesave. Po ashtu ka thënë Allahu: "Wa atimmul hajja wal umrata lillah", plotësojeni haxhin dhe umren për Allahun. Dhe ka thënë Allahu: "Wa adhim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amiq",
do thotë thirrri njerëzit për haxh dhe ata do të vinë në këmbë dhe në secilin mjet të udhëtimit do të vinë prej të gjitha viseve të largëta. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ya ayyuhan nas, qad farada Allahu alaykum al-hajja fahujju." O njerëz, Allahu ju ka bërë obligim haxhin, prandaj bëni haxh. Dhe një njeri ka thënë: "A çdo vit, o i dërguari i Allahut?" Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka heshtur dhe ja ka përsëritur pyetjen 3 herë. Atëherë ka thënë: "Law qultu na'am, la wajabat, wa lam istata'tum." Pra, nëse kisha thënë po, atëherë do të ishte bërë obligim çdo vit dhe nuk do të kishit mundur ta kryeni, do të thonë çdo vit. Prandaj haxhi është obligim për secilin musliman një herë në jetë, nëse ka mundësi që të udhtojë. Dhe mundësia do të thotë mundësi financiare dhe mundësi fizike për të udhtuar. Do të thonë edhe shëndeti fizik edhe mundësitë financiare. Kurse për gruan gjithashtu është edhe të ketë mahram për udhtim. Do të thonë me këto kushte bëhet obligim për muslimanin e rritur dhe të mençur që të bëjë haxh. Një herë në jetë. Dhe pra e qartë është se ky haxh një herë në jetë është një prej shtyllave të Islamit, siç është përmendur në hadithin e Abdullah ibn Omerit, që kemi thënë më herët. Edhe për te e pesta ka thënë: "Wa hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila." Dhe vizita e Ka'bës për atë që ka mundësi të udhtojë aty. Ka thënë po haxhi, do të thonë bëhet obligim me njëherë kur vinë mundësitë. Do të thonë kur të plotësohen këto kushte, atëherë besimtari muslimani ka obligim ta kryejë haxhin atë vit. Do të thonë kur i bëhet obligim. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë haxhin më një herë sa është bërë obligim. Se haxhi është bërë obligim vitin e 9 dhe më një herë në vitin e 10 ka bërë haxh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo është rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që më një herë i është përgjigjur urdhrit të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj morali i tij ka qenë Kurani. Çka ka në Kur'an ka qenë moral i tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky haxh i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam quhet haxhi i lamtumirës, sepse me këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka thënë lamtumirën njerëzve, umetit të tij, shumë herë gjatë fjalimeve kur i ka këshilluar sahabët edhe besimtarët, u ka thënë la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha, do të thonë sepse ndoshta nuk do t'ju takoj pas këtij viti, ose la'alli la ahujju ba'da 'ami hadha, do thotë nuk do të bëj haxh më pas këtij viti. Edhe pas disa muajve ka vdekur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe është bashkangjitur me shoqërinë e lartë. Kurse në haxh ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Inna az-zamana istadara wa 'ada ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal-ard." Do të thonë atëherë kur ka bërë haxh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është kthyer koha, është rrotulluar, do të thonë dhe është kthyer siç ka qenë në atë moment kur i ka krijuar Allahu qiellin dhe tokën. Edhe në këto ditë kur ka qenë njësoj siç ka qenë koha, do të thonë kur Allahu i ka krijuar krijesat, atëherë Allahu e ka shpallur këtë ajet madhështor: "El-yawma akmaltu lakum dinakum", sot ju plotësova fenë. Dhe këto, do të thënë, feja është plotësuar me këto 5 shtylla. Prandaj besimtari duhet të mësoj këto shtylla, do thotë të di se janë obligim, edhe të di si kryhet, do thotë si kryen këto obligime para Allahut subhanahu wa taala. Duke e veçuar Allahun me këto adhurime dhe duke mos i shoqëruar Allahut në adhurim asgjë, dhe duke e bërë adhurimin sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç ka thënë Allahu: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana", pra ju në të dërguarin e Allahut e keni shembullin më të mirë, shembullin e bukur sallallahu alaihi wasallam, limen kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira. Do të thonë
për atë që shpreson tek Allahu dhe shpreson në shpërblimin e ditës së gjykimit dhe që e përmend Allahun shumë. Prandaj njeriu në namazin e tij, në dhënien e zakatit, në agjerimin e tij, në haxhin e tij, duhet ta mësoj sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe që ta kryej ashtu si e ka kryer pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që të jetë i pranuar. Se edhe në haxh shumë herë për namazin ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aytumuni usalli, faluni siç më shihni mua duke u falur. Do të thënë njësoj si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe për në haxh ka thonë li ta'khudhu anni manasikakum, do të thënë merrni ritet e haxhit dhe umrës prej meje, prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kush i plotson këto kushte me tauhid dhe me ndjekjet sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai është i shpëtuari. Një njeri ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë: "Ara'aita idha sallaytu as-salawati al-maktuba." Do thotë si thua nëse i fal namazet që i kam obligim, wa sumtu Ramadan, edhe agjeroj Ramazanin, wa ahlaltu al-halal, dhe halalin e llogarisë se është halal, wa harramtu al-haram, dhe haramin e llogarisë se është haram, si e ka shpall Allahu. Wa lam azid ala dhalika shay'an, a adkhulu al-janna, do të thënë dhe nuk shtoj asgjë përveç kësaj, a do të hyj në xhennet? Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po. Do thotë nëse njeriu i plotson këto 5 shtylla me plotësim të plot dhe e ka besimin e saktë dhe të drejtë sipas Kuranit dhe Sunetit, padyshim se do të hyjë në xhennet. Dhe ka thënë Allahu subhanahu wa taala në hadith qudsi, ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Do thotë nuk më afrohet robi me diçka më të dashur për mua se sa me atë që ja kam bërë obligim. Do të thënë nuk ka vepër më të mirë se kryerja e këtyre obligimeve. Pastaj tjerat janë vullnetare dhe janë me vlerë, mirë po nën vlerën e këtyre obligimeve. Për këtë shkak duhet ta mësojmë veten, të mësojmë familjet, edhe ata që i duam, edhe ata që i kemi për rreth, do të thënë prindrit, fëmijët, bashkëshortët dhe bashkëshortet, do të thënë secili ta mësojmë për këtë dituri që të kryhen shtyllat e Islamit në formën e saktë, si i ka zbritur Allahu subhanahu wa taala. Dhe t'i nxisim gjithmonë njëri tjetrin, edhe veçanërisht ato që i kemi për rreth, do të thënë t'i nxisim që të jenë të kujdesshëm dhe t'i kryejnë këto shtyllat të Islamit, duke ua shpjeguar dhe duke ua argumentuar vlerën dhe pozitën që kanë këto, do të thënë, në jetën e njeriu dhe në fenë e Allahut. Elusim Allahun subhanahu wa taala me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, që të na bëjë të dobishme atë që na ka mësuar, të na mësoj atë që na bën dobi, të na shtoj diturinë dhe të na përmirësoj gjendjen tonë në tërësi dhe mos na lërë të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.